آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلود استادیوم Këto janë disa pamje reale të para disa orësh, po themi, kur u godit televizioni shtetëror iranian dhe zonja që po jepte lajmet apo komunikonte me publikun, u gjend live pra drejt për drejt në bombardimin e aviacionit izraelit. Zoti Kokamani, si e gjykon rezistencën? Pra, ty thua që ne kemi Irani ka rezistencë, etj. Po tani po shohim që ka ngel pa televizion, thuhet që mbrojtja kundërajrore e Iranit është dëmtuar shumë nga bombardimet, pra si thua që Izraeli hyn aty, bombardon çfarë do, me ikën pa dëme, nuk kemi të dhëna për aeroplan izraelit të goditur, pra për një mbrojtje aktive. Po. Atëherë nëse më lejoni, deri tani janë deklaruar në publikun iranian që janë rrëzuar 3 aeroplan F-35 të Amerikës, të Izraelit. Dhe është kapur njëra nga pilotët, dhe është në duart e forcave të gardës. Duhet sqaruar diçka. Mos harrojmë që Irani ka qenë, e themi Persia, ka qenë perandoria më e madhe që ka parë në historia e njerëzimit. Po. Për sa i përket shtrirjes toksore. Pastaj mos harrojmë dhe në kohën e perandorisë osmane, kur ishte superfuqia botërore, le të themi si Amerika sot, ne kemi pasur një shtet safavit, të udhëhequr nga dinastia Safavite, me besimin shiit, që i bëri ballë perandorisë më të madhe të asaj kohe, që ishte pra perandoria osmane. Dhe ishte një nga kërcënuesit kryesor për ekzistencën e perandorisë osmane. Edhe sot, të mos habitemi që kemi një Iran që u bën ballë, sepse nuk kemi të bëjmë me Izraelin, sepse aq para sa i falë Amerika e vetme, Izraelit në rast se do t'i falë të shqiptarëve, ne sot do të ishim më të fuqishëm se sa Izraeli, sepse i kemi kapacitetet edhe individuale më të fuqishëm se Izraelitët, qoftë në grup. Është mjaft e ditur. Na thon drejtën këtu jam dakord me ju, po është mendimi personal ju. Se mendimi jam personal. Jo, sigurisht po mendimin tuaj personal ju kam thirrur. Ju kam ftuar dhe ju falenderoj shumë që jeni në lidhje. Të lutem, është kënaqësi mbi gjitha. Po. Dhe tani, gjëra tjetër që do të kemi parasysh është sepse flitet shumë në për rrjetet sociale, gjithashtu edhe në media, që Irani po mbahet gjallë nga Rusia dhe nga Kina. Irani është një shtet që ka gati 40 vite në sanksione, sidomos pas luftës që zhvilloi me Irakun, dhe bëri një luftë me një Irak të Saddam Huseinit që përkrahej nga Bashkimi Sovjetik dhe nga i gjithë perëndimi, dhe bëri vetëm pa armë dhe pa mundësi për të blerë armë, dhe duke përfituar nga këto sanksione të rrepta që kanë ndikuar vetëm pati edhe një, më fal, zoti Kokamani, pati edhe një kosto 1 milion të vdekur e lufta. Sigurisht lufta e ka kostot. Di po tani problemi është se ku jemi. Tani jemi këtu që duke përfituar nga sanksionet. Sanksionet kanë bërë të mundur që Irani të zhvillojë një industri vendase shumë të fuqishme ushtarake. Dhe kjo vihet re mjaft mirë tek raketat që posedon. Dhe jo vetëm të raketat, tek sistemi. Atë bëhet fjalë që sipas të dhënave që të paktën kanë agjencitë specializuara perëndimore, Irani disponon 3000 raketa hipersonike. Në Iran të rezulton kanë raketat thuhet për një shifër 10 milionë. 3000 për dhon vit. Hipersonike, shiko, është deklaratë e Mossadit para një javë. Mossadi përcakton që hipersonike janë 3000, ndërsa raketat të tjera në total e kalojnë shifrën mbi 8500. Pra të tjera 8500, 3000 të tjera janë vetëm hipersonike.